Tani do shohim me njerë çfarë ka ndodhur me 100 sekonda në shparë në javën e kaluar. Forca! Ja da shohim së bashku. Atëherë kemi 100 sekonda në shparë dhe ona që nga një zonjës. Kam fituar 100 sekonda në shparë, shpresoj t'ja dalë. Hajde, sigurisht që doja dalësh. Ja. Dhe nuk e dim, ata janë nga familjarët e saj dhe ajo ka preferuar që të sulmoj vetë në Inter Shpar në tek, apo janë kalimtar të rastit, ose blerës, klient të rastit në Inter Shpar. Më ndërkohë që zonja e ka mbushur me 3 elektroshtëpiake dhe nuk besoj se do ndalet këtu, sepse televizori gjithmonë jo, ka marrë një tjetër elektroshtëpiake që nuk e kuptoj se çfarë është, dhe sigurisht elektroshtëpiakja tjetër, zonja ka vendosur t'i shërbej dhe t'i lehtësoj jetën vetës me elektroshtëpiake. Dhe ndërkohë sulmon Ilvë në regjisoren ton dhe Koli nga mbrapa që vrapon operatori ynë. Opa! Këto skena në fakt i kam shumë qef. Kur fillojnë dhe meren me hapje krahu, atëre ka lezet. Ja dhe Arieli, detergjenti, zonja mori detergjentin Ariel dhe sigurisht vion detergjenti Ariel të mbush shtëpin me bardhësi dhe me aromë dhe karoca tjetër, ndërkohë që kam mbetur dhe 20 sekonda, jemi në mbi 1000 euro. Meren përsëri zbucat për larjen e rrobave. Dhe zonja ka përgati edhe karocën tjetër. Kam mbetur dhe 5 sekonda të shojmë zomari. Shampo. Dhe mbaroj koha. Sa para janë? Gati 1600.